Brez pas brezi, u kujtote, brez pas brezi, Skanderbeu. E kanë hedhur në orta qua në kuj anenën time. Në pusë kanë hedhur? Se nënja ka vdekur, babaj ka vdekur, kanë mbetur të vegjël 6. 6 fëmijë të vegjël? 6 fëmijë kanë mbetur. Atë e kanë vënë për para, e kanë shtytur, e ka shpëtuar një gegë. Gegë e ka shpëtuar? Gegë shqiptar. 70 vjeçare, pra si unë 87. 87. Sot na ke bërë laknur, ë? Laknur? Ke bërë lakrua? Ku është? Ta shikojmë pak? Tani do të nxjerrështe. Ta shikojmë pak lakrua? Qumështore. Qumështore ka bërë, qumështore. Bëjmë në gjithinje. Ke gjellë në zjarë? Dënë, emrin si e keti? Semiha. Ja, si qikoni, tezja zonja Semiha është 87 vjeqe dhe akoma ajo merret në fundit të shtëpisë, shiko vetin e saj, jetojnë një vend fantastik, kanë një patjetër një pasuri maramendëse, por ja, si qikoni, me gjithë se ka mësë 100 vite këtu, e mbajnë gjuhën shqipe, flasin shqipen, i trashëgojnë historitë familjarët e tyre. Pa kanë për ju pres këtu? Gjë. Iko. Faleminderit. E di që thonë shqiptarët e Shqipërisë, juve jeni shqiptarë, neve si jemi shqiptarë. Shto thonë, sepse juve mbani gjuhën, ka 100 e më vjetë këtu, 120 vjetë, më shumë në 100. Më 120 vjetë këtu. A ka shumë shqiptarë këtu? Më shumë në Shqipëria. Më shumë nga Shqipëria. Valim shumë. Më shumë në Shqipëria. Kërëm zarari, gjirori. Pse kishte ardhur? Po. Erdhen nga lufta. Nga lufta? Nga Ato grekët e kishin bërë shumë zullum ato grekët? Bërekun ti e ke bërë nëna, të nuk shënduar. Neve më parë, ku bënim për vete, e bënim me petë të holla. Me peta të holla? Këtë ja u bënim njerëseve të ke punoni. Po, punëtorve ja bënit ato. Ama kjo haje i më mirë, ajo bërje i shumë me lyrë. Pasaj e këthujem neve kështu. Serim jalim? Jo. Tomatlarım nerede? Bak, orada, bak. Bëjmë neve gjithinje. Orada yapıyorlar börek. Bëjmë tabii. Gördüm orada, pırasalı yaptılar. Pırasalı. Laknurat i bëjnë, qumshturat i bëjnë, pitet i bëjnë. Kıymalı. I bëjmë neve këtu adetet, jo atje. Atje. Esas biz Arnavut. Po qajnë e bëjun, moj nëna, mos u lallë ti. Qajnë të bëjun, e bëjun qajnë. Jo, e bëjmë neve. Ti më ke ardhur në safir? Po s'ka gjë se kam ardhur misafir. S'ka gjë. Börek desen. Pse ja kishin vu emrin Kanlı Dere, pra lumi i përgjakur? Pse emrin kushtesh Kanlı Dere? Është bërë lufta këtu. Ka gjak. Luftë. Luftë, dhe nga lufta këtu? Nga lufta ka ardhur gjak, e ja kanë vënë emrin Kanlı Dere. Kështu quhet ai këto. Po këtu dikur, tani shikoj që ka ndërtesa, pallate të mëdhaja. Dikur si ka qenë këtu? Burada daha önce nasıldı? Yani şimdi Yerine vinde ujët. Ujët, ha? Këtu bache. Këtu i merte domatet ato të tëra. Unë hitë se arroj aneja ime hem i qironte domatet, kia i kish marrë ujë. Hem qante. Hem i qironte, hem qante. Bahçe ne oldu? Okçu var orada. Qira. Përshëndetje miq, ju përshëndesim përsëri nga Turqia, jemi në zemër të Stambollit, momentalisht jemi në një familje tjetër shqiptare. Sa më shumë kërkojmë, aq më tepër gjejmë.
Dhe me të vërtet, sa më shumë gjej, aq më tepër emocionohem kur shikoj që ka mëse një shekull që gjyshërit e tyre ose baballarët e tyre në moshë shumë të mitur kanë ardhur nga Shqipëria, kanë ikur nga dëbimi i dhunës greke dhe nga lufta e asaj kohe, nga mënyra e jetesës së asaj kohe, nuk kanë pasur armë për mbrojtje, kanë marrë rrugët e botës, kanë marrë dhenë në sy dhe fëmijat kanë vdekur rrugëve, fëmijat janë praktikusur rrugëve, nënat kanë lindur rrugëve, kanë hequr aq shumë sa veç se Zoti e din dhe ato që kanë ikur. Sot jemi me nënat që kanë ardhur nga kolonia. Mirdita. Mirdita nën. Mirdita. Si jeni? Shqeqe. Emrin si e keni? Emrin Semiha. Është zonja Semiha, po mbi emrin këtu? Këtu. Lagapi? Sojsi? Lagapi Yeşileker. Yeşileker. Po atje në Ersek, në Korçë, nuk e dini atje. Po do i mësojmë, do i nxjerrim nga emrat. Është Motra, Mirdita, emrin, Sevim. Je Motra e dy pas saj. Tria Motra. Dhe emri juaj? Sevgi. Ja si shikoni e kanë me se, me të treja. Pra jemi me 3 motra koloniare. Dhe si që shikoni po flasim Shqip. Motra e madhe është 87 vjeçare, juve? 80, juve? 70 vjeçare. Le të mësojmë se kur dhe si kanë ardhur. Këto të bëjnë muhabet në ti dëgjojnë. Pra, kush ka ardhur në Turqi? Babaj apo gjyshi? Babaj. Gjyshi. Emrat si i kishin? Emret? Po, na tregoni pak. Gjyshi Mersin. Mersin gjyshi, Mersin kushi i kishin thënë? Mersin kim olarak çağırmışlar o zamanlar? Yani Naleşya. Nga Leshnja e kolonios. Po Mersin. Mbi emrin nuk e dini. Nuk e dini, vetëm Mersin. Po Mersini, gjysh Mersini, a kishte pas vëllezër, motra? Alizoti. Varin atje ka Alizoti. Atje ka varin? Gitti, shkuat atje? Alizoti kush ishte vëllaj? Vëllaj i Mersinit, gjysh Mersinit. Alizot. Në Leshja atje vajtë. Po në Leshja si kish emrin? Nëneja, si e kish emrin? Nesli kanë thënë asaj, po gjysh. Nënja jonë gjysh, Po? Gjyslo. Ama Arnavut Türkçe ismi başka. Në turqisht si kishe? Gjyslo. Gjylo i thosh. Ose gjylo. Gjylo belki. Gjylo. Bir de në Leshja, Rakip, Sabri, Rahim. Dade, neve vajtëm atje, aju një burë, neve ata Rakip, Dade, Sabri, në ta neve. Ju tha juve? Neve i kemi akrabatë. I keni akraba? Pra juth? Keni edhe akraba atje? Atje ama këtu kanë ardhur. Këtu kanë ardhur? Aju atje një burë i njoka. I njoka ato, i kanë njohur që ata ose kanë ikur nga këtu, I njoka. Po babaj kur ka ardhur, sa vjet kishte pasur? 6 vjet falla. 6 vjet, Nënja 4 vjet. Nënja? 3 vjet, 4 Po 4 vjet, Po nënja? Mersit pra është nga babajt. Se babaj juaj si nga babaj? Ali. Pra, babaj juaj është Aliu, babaj i Aliut është Mersini ka pasur dhe vëllan Alizoti, që ka ngelur atje. Atje ka varë. Atje ka varin atje. Edhe vëllezër të tjerë kishte sa... Një tane burë ishte atje. Një burë? Një tane shtëpi ka betur. Një shtëpi ka ngetur? Ka betur. Neve kur vajtëm... Shkuat atje dhe të kërkuat fshati? E gjetëm, varën e gjetëm. E gjetët varën e Alizotit ju? E gjetëm varën. Dhe pastaj folët me atë burrin ati fshati? Pastaj aju burri ka bekur djali. Djali tjetër? Një herë vajtëm djali. Djalin që Babaj dik, Po? Djali, ishte djali atje tani. Po.
Tani, Muar më mjaltë atje neve. mjaltë të morët, Ja, o mjaltë të mjaltë. morët nga vëndi babajt, sa Ja, bukur. Mirë, babaj Aliu i biri i Mersinit, po nëna si shuhej? Aneniz ismi neydi? Zarife. Zarifeja. Nëneja ka lindur këtu apo atje? Atje Zarifeja. Atje Ka ka ardhur 3 vjeç, 3-4 vjeç. Po Zarifeja nga kishte ardhur? Yani edhe ajo nga Korça, nga Kolonia. Po nëna e Zarifes si shuhej? Zarifenin anesi. Aneniz. Gülseren shuhej, po babaj? Babaj Şerif. Şerif. Bektashi ato. Bektashi ato. Po. Po atje kishin ngelur njeri apo kishin ardhur të gjithë? Kishin ngelur orada hiç kalan olmuş mu? Herkes gelmiş. Herkes gelmiş. Ne hiç nuk kemi njeri atje. Na tregoni çfarë tregonte nëneja, çfarë tregonte babaj? Shumë erdhëm çok shumë. Sa në hequr shumë. Na tregoni çfarë kishin hequr atje? Çfarë kishin Atje me? Atje kanë qenë të vegjël. Këtu kanë hequr Po, shumë. gjyshi çfarë kishte hequr rrugës ku kishin ardhur njerëz, shumë kishin ardhur? Shumë kishin ardhur. 2 muaj. 2 muaj. 2 muaj me I këmbë. To të ndërtone, to të kthene. Jiple bile ben nasıl gelmişler yürüyerek dedim Shkojnë me makinë dhe sahile nasıl gelmişler? Qapi në Amerika ka thënë. Atje një... Frashëri. Po, Një ama na ju frashëri. Qapi në Amerika. Në Amerika është ka urë, kanë thënë këta. Burası Müslüman diye buraya Këtu gelmişler. kanë hapë. Qapi në Amerikë ka thënë na ju frashëri. Na ju frashëri e di? e dina e frashëri, se nuk e dina e frashëri, kanë shkruar të tuën të Da dhëna. tarihte yazar. Kur kanë ardhur rrugës, kanë hecur 2 muaj me këmbë. Yürüyerek. Kanë vdekur, hallaja ka vdekur në uvë. Në udhë ka vdekur. Kaynanam yolda doğmuş. Bebek. Vjera yte ka lindur në rrugë, Vjera Bırakmış unutmuş şeyde ağacın dibinde. edhe Vjera nga Kolonia ka ardhur. Si quhej Vjera? Si quhej? İsmi neydi kaynanın? Redife. Redife. Radife. Radife. Sonra ata biniyor, geliyor çocuğunu alıyor. Kocası diyormuş ki gitme diyormuş, Yunan seni öldürür. Ajo gjatë rrugës ka lindur, ka qenë shkallëzën, pastaj ato kanë pushuar, ka harruar fëmijën, unutmuş çocuğu, gitmişler. Gitmişler. Sonra ai çocuğun ardhur. Pastaj është kujtuar se ka thënë ku e kanë fëmijën, se e kanë nga rruga e lodhme nga që kanë hecur Nerede në bıraktığını tërë. şey yapacak? Pastaj ka hec, është kthyer me kal, i ka hyrë kale. Me kal. Vet ajo, Zonja. Zonja, i ka hyrë kalit, ka vajtur, ka marrë fëmijën që ka harruar atje. E ka gjetë shëndosh. Shqyqyro zot që se ka hangër në rrugë ose ndoj skile në një qëpar. Qohë shqyqyr. E tregoni pak, tregoni, bëni muhabet të dyja. Se qëfar tregonte nëna, qëfar tregonte babaj, qëfar tregonte gjyshi. Ishin shumë të vogël. Të vegjël Që i ka shumë. treguar babaj. Ishte të vegjël shumë. Këtu kanë hequr, këtu. Po atje, po gjyshi qëfar kishte hequr në rrugë? Në rrugë, njerëzit, si hidhni fëmijët në dek, ato tregoni. Jo, këta tanët nuk kanë Jo të hequr. tuaj, po të tjerët që kanë ardhur. Orada kalabalık gelmişler ya. Bazı insanlar attın çocukları denizde demişler ya. Onu anlattın bana Arnavutça. Biz onu öyle bir şey anlatmadılar bizimkiler. Şkip nuk u thanë ashtu. Nuk thanë ashtu. Biraz önce söylediniz ya. Ka hedhur. Edhe daivi nënesime, hidhe moj pembe i ka thënë për nënën time. Hidhe. Ajo i ka thënë hidh ti një... Një fëmijë ka thënë që Pasaj ka hedhur. Hidhe ti, pasaj ka hedhur. ashtu i ka thënë, hidhe fëmijët i kanë thënë vetëse. Ka qenë rrugë gjatë, nuk kanë pasur ushqim, nuk kanë pasur mundim që të hecin. Çok çekmişler. Shumë kanë hequr. Shumë. Kolera ka ardhur, kolera. Po kolera i kishtë zënë kolera? Kolera ka Zajca, kanë Kishtë vdekur shumë. Në udhë kanë vdekur dhe kanë ngellur pa varet në udhë. Këtu kur kanë ardhur pastaj, Këtu, si fakir. Fakir, hiç yatak yok yorgan.
Hiçbir şey yok. Hiç karşılık yok. Hani yapıştı işte aynı vinimli askeriye atı patatenki Ondan bir yalan. Ato iblerni mi hani. Ato lëvesh gati. Pra e çronin patate Ato I ham. dhe këto shkonin merrin lëvoret e patates. Prasanın çöplerini. E hanin. Pres. Prasa ato rrojët e prapshit. Askeriye. Shkojnë Ke bësh gjellja askeriya. Ato Beturina që ato çöplükte. Ato I hani yani. Ja, pra mishe kemi fjalën për vitet 1911-1912 këtu në Turqi ka qenë koha kur kanë ardhur gjyshrit e tyre të parit e tyre. Ne themi kemi pas fukarallajk, na ka lënë mbrapa kështu ashtu. Nuk ka lënë vetëm Shqipërinë, por gjatë kohës otomane edhe Turqia ka qenë cop edhe ka qenë në mjerim më keq se Shqipëria. Pra ka qenë një gjendje e barabartë kudo. Ato që kanë jetuar në ato kanë qenë pashallarët, ato që kanë qenë për saraj, për hareme, për populli kudo ka qenë i njëjtë. Jeta në të gjithë imperatorinë otomane ka qenë e njëjtë. Se kur flasim për vitet 1911-12 edhe shikojmë se njerëzit këtu kanë pasur një jetë me vuajtje, pra ka qenë një vuajtje e përgjithshme, shikojmë se gjendja ka qenë kudo e barabartë. Pra dua ta theksoj këtë. Yani o dönem Arnavutluk'ta da böyleydi, Türkiye'de de böyleydi. Her yerde böyle sıkıntılar vardı. Çünkü o zaman paşalar ve saraylar yaşadılar. Asker mecbur de zaten yiyecekti çünkü savaşa gidiyor ama halk aynı sıkıntıyı yaşıyordu. Yani orada dahi burada dahi bir şey yoktu. Pra, ato kur kanë ardhur këtu, kur kanë ardhur shumë njerëz, grup. Kanë nik atje nga lufta kanë ikur atje. Nga lufta. Camide hastalarını Eminönü Camii'nde toplanmışlar. Ja, I kanë ledhur tek xhamia në Eminönü të gjitha. Po. Ca Atatürk'u I ka ishte edhe ka vet Atatürk'u. I ka ndarë në vende të ndryshme, ka dhënë toka. Atatürk'u ka dhënë në Izmir neve. Ama këta s'kanë dhënë. Nuk I kanë dashur Izmir. Këtu njerëzime ka paska këtu, edhe këtu kanë ardhur, Këtu kanë ardhur. Dhe ne tani jemi në një vend shumë të bukur këtu të Stambollit, ku jemi momentalisht, kudo ka pyll, është gjelbrim, është një vend shumë I bukur Maslaku. Dikur këto vende kanë qenë barqe të shqiptarëve. Shqiptari, babaj Çiftçi. E kjo të bura, nasë Selimanovqe. Türkçe? Embirte. Patlıcan, domate, fasule, këtu. Ato janë marrë si çiftçi pra, për punën e bujshësisë. Ere kishin një zbekar. Kishin. Lopët kishin. Pazdaj ama, pazdaj. Pazdaj, Pazdaj këtu e ka gjetur një jemgji. Po. Në një rum. Daiv e ka marrë, Daiv I ka mbledhur. I ka mbledhur. Ish Karacemal. Cemalizi. Ay Cemalizi ishte shqiptar? Babaj e kësh Daiv. Të tërë kanë mbetur jetim. Ajo buri që vajtë në Shqipëri, ajo në thanë e vetë, Cemalizi. Cemalizi, o tha, po pse I thoni Cemalizi? Ishte Izi. Ishte Izi, Apo ishte, unë tharë, mos ishte pak nevrikaj, apo I fort, I zërë. Ama shumë Diktatör. I rekt ishte ajo? Ishte shumë I drejt. I drejt ishte. Ishte I fjallës, ishte I besës. Shiko. Ishte kjo, Cemalizi. Shiko, këtë gjendrën që në Hajaza e gjirë këtu, e kish bërë gjysmën për vete, gjysmën gjaqajt të madhë. Gjaqajt madhë. Më parë ashtu ja u bërin të mëdhejme. Gjaqajt I lindën 3 qupa. E I thanë, a ere kur lindën qupat bërin kiametet. 3 qupa në meti, 3 qupa. Ajo, vjera gjaqajt ka thënë që, jo 3, po 13 të ketë I vështronë dhëndërijim. Dhëndërijim 13 të ketë I vështronë. Ka vajtur në vesh të Karaxhemalit.
Ai kur ka dëgjuar, I kam ledhur të tërën, ja u ka bërë të tërve. Ja kanë darë tokat. Ja u ka ndarë. Jo kësa të bete ashtu. Do t'ja merrni sepse I ka vajza nuk ka djalë. Yani şimdi kızlar olduğu için bu yeri almak istediler. Kızlara vermesinler. Jo, kızlara verdi, yani kiştri çupaya. Çupa Donin djalë, të njëjtë djalë. Ha, doni djalë. Vendrim jo 3 çupa, po 13 çupa. Po të jeni shikon. Zaten më parë të mëdhenjët ja u banin. Kardeş, büyük kardeş diyorlar. Edhe kemi një njerëzi neve, kanë 3000 vend, 3000 metro. Sen bilirsin şeyler. Rautlar, şeyler, Musalar, Musalar. Aliler. Aliler. Ha. Büyük abinin üstüne oluyordu. Ali büyük. Po janë po. Edhe tani ati të voglit nuk I japit. Mahkeme. Mahkeme. Sa kesh. Paj Gjemali Zi, ai pa Gjemali Zotria. Cemalizi ne diye ayır. Ai kanë darë. Po, çfarë do thuash Hakan? Ana Cemalizi. Cemal Ali köylülerden. Şip. Yo bizim o Cemal başka. O Ay, başka. Cemal işte. O başka. O başka Cemal. Babamın Bizim- dayısı. Bizim Cemal. Kara Cemal. Hayır. Bizim Ay, Cemal Cemal Cemal'in Ali köy. Hayır, o başka. Cemali Bar, kër Gjemali Zi. Cemalizi. Cemalizi. Ha Cemalizi. Edhe Gjemali Zi ka qenë drejt pra. Ha I drejt. Që mos të bëhen grindje. Yoksa do I vdeqje. ka marrë ato dhe ja kanë darë copa ja ka lënë të gjithëve pjesën e vet. Cemalizi një kaurit Po, ju lupi një greku. ka kërkuar borç një kavur ama e njoka kavurën, të birnë. I borç. I ka dhënë I biri borç. I ka thënë babaj. Tani nuk do t'i japë këtë paran aju. Gjemalizi, do t'a hajë këtë paran. I ka thënë babaja ti. Babaj djalit I ka thënë. Pastaj aju I ka thënë ama Gjemalizi. Filanca gün atë ditët do të sjell borxhin. Do të sjell borç. Po. E ka shpranë borçnë, pastaj babaj ka thënë që kur të dua çajë kërko. Të jap. I ka thënë gjithmonë që ja ka Aha. kthyer. Ja, kështu ka qenë ato shqiptarë të besës, ka qenë ndegët, ka qenë. Ashtu ishin, ë? Po, ti Shqipe nuk e flet, ju Shqipen e flisni. Më të më dha. Juve, kush e ka mësuar Shqipe? Neve më para, ku bënim dasë në këndonim Shqip. Shqip të gjithë, ë? Moje vogëla në leme, moje vogëla. Shtërnëri sojnë ato lërë, moje vogëla. I këndosh. Pas një ti bëjgërsherë, moje vogëla. Këta pres pajnë me sere, moje vogëla. Këta pres të ta qëndise, moje vogëla. Me arshike me dulbije, moje vogëla. Me I të gojë qeqeve, moje vogëla. Kështu la Këndoni, kur meni nuse, kur jepnin qupa, këndoni. Këndoni kreç Shqip, ë? Po, nëne jo mësoj juve Shqipe, në? Annem Arnavut Türkçe bilmiyor. Nuk kanë ditë ato turqisht fare. Evet, tabii. Şkip var. 3 yaşında geldi. 3 yaşında geldi. Ulla fosin Turqe, hanim dru. Dua, këto kësaj nuk I keni dhënë ju. Asaj ajo ish kujmetli, E fundit ajo. E fundit ajo, kujmetli ajo, edhe ajo shpëtoi nga bishti fshesës. Po këtu atëherë, cilat familje, a I mbani mend me emra shqiptarët që kanë qenë Baqivan, që kanë pasur qifni këtu, që kanë pasur lopë, që kanë pasur Kaur kanë qenë më parë. Shqiptarët, dhe ja. Shqiptarët ishte neve ishin. Ka shumë shkiptar. Ali Saitlar, sora bunarje. Janë ato të Hakanit, janë ande Shkiptar shumë kanë në Turqie. në Turqi. Më shumë nga Shqipëria. Më shumë nga Më thash në Shqipëri. Më shumë nga juve Në Buzën ka, në İzmir ka, kudo ka. Kudo ka. İzmir. Kudo ka. Në Stamboll ka më shumë. Në Stamboll ka më shumë. Ju me të gjithë juve të koloni, Neve në njëherë bëjma toplantëj Mbledhjeve. me shqiptarët. Po.
Shqiptar Arnavut günü yapıyoruz. Po, a bëni ditën shqiptare, He. E keni bërë gjithmonë ditën shqiptare? Gjithmonë? Kemi bërë sa herë. Sa herë? Aha. Edhe kur keni qenë të reja, gençlik zamanında mı yapıyorsunuz? Şimdi daha yeni yaptık. Dhe tani e bëni? Ekrem'den Yüksel geldi. Yüksel geldi, Yüksel'le Ekrem hastaydı diye E gitti. sa veta mblidhen kur bëni ditën shqiptare? Shumë. Po e bëni në për shtëpi? Salon, salon. Me tira shtëpi. Me kiraj merrni? Salonzumuz. Dhe bëni ditën Ha, shqiptare? Arnavut gecesi. Me Arnavut gecesi. çalgı. Me çalgı e bëni, ha? Tabii şeyi de gösteriyor. Ne kaygı me, vallahi. Eskileri gösteriyor. Me kajtë me valë. Kush i organizon këto? Kush i Neve Gjajaj Torun. Torun. Po, Gjajaj. toruni Xhaxhajt, ha? Po, ai organizon, shumë bukur. Po, në Shqipëri keni vajtur, ha? Katër erka më. Diver, ti tash je 87 vjeçë, Tek rrjetë 7 po, dhe para 5 vitesh ke vajtur në Shqipëri, ha? 82 vjeç që ke vajtur, ha? Na trego atë ditë, si shkuat në Nasıl Shqipëri, sa geçti? veta Nasıl geçti? Ishim düz Një otopos. Një autobus, me autobus shkuat, ha? me otopos. Dhe u nisët nga Turqia, Nga vajtët në Turqia, tabii. Shqipëri. Ama hepsi Shqiptar. Hepsi shqiptar ishë, Shqiptar. shqiptar të vjetër, të gjithë. Shqiptar, tabii, Shqiptar. Të gjithë të kolonjës Aha, ishë, nga kolonia. Na trego ku vajte. Rrugës këndonet rrugës? Kudo vajtët? Kudo? Kudo vajte? Kur vajte në Shqipëri, a u gëzove? Shumë. Neve kur ishte Enver Hoxha bile donim të vinim, ama nuk u vin. Nuk u lejon do, vin të ajtë vinit. Nuk u vini Siz dot. neler çektiniz? Rofo, Enver Hoxha. I hat bev, brez pas brezi, u kujtote, brez pas brezi, Skanderbev. Enver Hoxha. A ere donim të vinim, ama nuk erdë dot. Pse nuk erdhe do? Kapalı yollar. Ishte mbyllur, ha? Ja, tabii. Ishte mbyllur, ha? Po kur vajtet në Korçë, vajtet në kolonjë, vajtet në fshat ku ka lindur gjyshi, dhe i gjetet atje shtëpi të gjyshi, u gëzuat shumë? Atje një qani shtëpi ta vetër. Je shtanë, ha? 3 kit shtëpi paska atje, gjami paska, hiç s'kam vetër. S'kam betur, ha? Në Leshke. Në Leshke, s'kam Në Leshke, s'kam vetër. A dojë të shkoni prapë atje? E vetë, tabii. Po fëmijët, sa fëmijë keni? Unë një qupë ka. Në qupë ke, ha? Po qupa, a din Shqip, jo? Jo. Nuk e di, nuk e kam. Si ke rafur ti, ha? Si ke dhënë dru qupës, ha? Nëna të ka dhënë ty, po ti jo. Ben bilmiyorum. Ti ke qenë kıymetli, ti ke qenë e vogla. Kështu që nuk... Onu bizim neden küçük? Benim Po, çocuğum küçük. burat nga i keni burat nga tuaj, bashkëshortët? Eşleriniz nereli? Shqiptar. Shqiptar, ha? Unë në Turqeni. Onu Ti e ke götürüp Turqeni, ha? Türkçe vermiyorlardı. Po si të dhanë të Turqeni, ose nuk i jetë atëherë Pasaj Turqeni? danë. Të dhanë, ti e more vetë, ha? Jo. Nuk i beginisë ti? Jo. Nuk i pëlqeve ti, ha? Kush të dha? Nëna? Mhm. Ato kërkuar? Edhe? Mhm. Po nuk ishin shqiptarë. Onu giderdi. Jo. Beni giderdi. Shqiptar. Ky shqiptarë? Aha, Nga era ishte? shqiptar. Ben de Şırnak'ta. Naradati je. Nga Radati, ë? Radati. Si quhet familje të shoqi? Nga cili fis? Pra burri i emri si e kishte burri? Ahmet. Ahmet, po babai i Ahmetit? Kazi. Qazi, po nëna? Sabiha. Sabiha. Qazim? Sabi. Sabihan ishte. Sabiha. Ato kishin vëllezër, motra? Tabii. Ati apo këtu? Këtu. Këtu të gjithë, ë? Atje nuk kishin njeri, ë? Ose edhe ka ngel njeri, nuk e di, në? Po ti burri se kishe emrin? Aynı Leşya'da. Nga Leshja'da, hangi fis? Soy isimler, hangi ailede? Nga cila familje? Zümrüt Bey. Zümrüt. Ama eski aile. Eski yok. Bilmiyoruz eskiyi. Bilmiyorsunuz. Eski yok. Hmm. Hangi soyad bilmiyoruz. Soyad yokmuş zaten. Yokmuş ama hani Yoktu. bu aileden geliyorlar, bu fisten geliyorlar ya da böyle mesela diyorlardı. Yok. Ruşan. Ruşan. Şu an. Ruşan Öyle. zaten.
Ruşan, Mestan. İşte o Ali'nin kardeşi Ruşa. Mesam. Mestan. 4 kardeşler. Çfarë kanë ftit me zë? E shoku i di Shqipaj? I shoqë e din Shqipën. E din Shqipën i shoqë. E ti nuk e di. Po pse nuk e mësove një fjalë shqip? E kupton në Shoku i tam kime shqiptaresh. Tam shqiptaresh. Kime kne, e vogla. Dönmüyor. E di e kupton, po nuk e kthen dot, ë? Burri flis ka shqip. Asaj burri se ka fol shqipen e nuk e ka harruar shqipen. Ata çoni përshëndetje në Shqipëri? Orada bir selam gönderelim mi ana bu Tabii. Përshëndetje të gjithëve. Öpüyoruz. Pra miq të shikuar, ishim në një doja të merrni një brez të vogël nga motrat koloniale, të cilat kanë lindur këtu. Dhe si shikoni, dashuria, mikpritja, buzëqeshja dhe gjithçka është tek familjet shqiptare këtu në Turqi. Këto janë shqiptarët e vërtet, këto janë gjakur shqiptar. Këto janë ato të cilët kanë ikur me vuajtje dhe me mundim, nuk kanë ikur nga qefi, ka qenë koha e luftës së parë botërore, ku shqiptarët s'kan pasur armë në dorë dhe për të mbrojtur veten e tyre, për të mbijetuar, kanë marrë rrugët gjetkë, me muajt të tërë kanë udhëtuar, një pjesë kanë ngelur rrugëve, një pjesë kanë vdekur dhe varret i kanë humbur, dhe nga vuajtja, nga mjerimi, nga me të vërteta ajo që nuk më del dot nga goja, ai tmerr që kanë jetuar shqiptarët, saqë kanë thënë njëri tjetrit hidhe fëmijën në det se ka qenë e pamundur që të ecin. Pra, këto janë bujtjet e shqiptarëve, nuk kanë ikur nga qefi. Ndiqni programin me shqiptarët e Turqisë, rrini në ndjekje të ciklit sepse kemi shumë edhe më shumë rënja, duke nxjerrë çdo ditë një rënjë të re. Sa më tepër familje njoh, aq më tepër familje të tjera na dalin në skenë. Kemi pushtuar Turqinë, por nuk kemi dieni. Miropafshim, faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Miropafshim, faleminderit. Anokla selam. Selam. Përshëndetje, faleminderit. Ke pas qenë një zonjë ran, burrat e dheu të thirrshin nan. Ke pas shumë të mira, shumë të negative.